Presidente Osmani, faleminderit shumë që ndatë kohën me Radio Televizionin Istini. Faleminderit juve. Jeni këtu në Antalya, në forumin diplomatik të Antaljas, keni patur një numër takimesh. Mesin e krejt asaj ka ndodhur dhe një njohje nga Sudani. Pra më thoni, çka ndryshoi kursin pas 4 vjetësh, me qenë se ka mbi 4 vjetë që Kosova nuk ka pas një përparim në procesin e njohjes, në procesin e ndërkombëtarizimit saj? Nuk do të thoja që kursi është ndryshuar tani, është thjesht rezultat i një pune disa vjeqare edhe e jona edhe e aleatëve tonë, sepse këto janë procese shumë komplekse që në shumicën tërmuese të rasteve nuk japin rezultatet e tyre me njëherë. Mua më kujtohet disa prej njohjeve për të cilat atër kur punoja me presidentin Sejdiu në vitin 2008, patëm filluar përpjekjet qysh me njëherë pas pavarësisë, por ato vinin tek pas 10 vitesh, pra është rezultati shumë pune, shumë angazhimi, shumë njerëzve për gjatë viteve dhe mbi të gjitha i një mbështetje të aleatëve tonë, në rastin konkret, si që dini kemi një mbështetje të madhe të Republikës së Turqisë, të presidentit Erdoğan, i cili personalisht ka ndihmuar në procesin e njohjeve edhe kur ishte kryeministër, edhe tani si president, dhe në takimin që e kisha me të, ne diskutuam shumë konkretisht cilat shtete janë më afër, për planin tonë të përbashkët edhe për, jo vetëm për këto ditë, por edhe për muajt dhe vitet në vijim, prandaj dua sërish ta falenderoj për këtë ndihmë të madhe që po jep popullit të Kosovës, i cili është jo vetëm në fushën e mbrojtjes dhe ekonomisë, por edhe të konsolidimit të mëtejmë të subjektivitetit tonë ndërkombëtar, sepse njohjet janë proces i rëndësishëm, ato ndihmojnë pastaj edhe drejt antarësimit në organizata ndërkombëtare dhe ja largojnë Kosovës nga supet një barë të madhe dhe na lejon pak a shumë të hapim kapitull i ri tani të bashkëpunimit me shtete që lidhen me ekonominë, me arsimin, kulturën, turizmin e shumë fushat të tjera. Tani me Sudanin kemi punuar shumë vite, me radhë njëjtë siç kemi punuar edhe me Kenjan, me presidentin Ruto, dhe pastaj në fund njohja është si kulmim i një pune të gjatë. Sudani e kishte vullnetin që ta bëjmë publike njohjen dhe dakordimin për marrëdhënie diplomatike këtu sa jemi në Turqi. Mirë po ne kemi arritur dakordim edhe me shtetet e tjera sa jemi këtu, po jemi dakorduar që procesi të formalizohet në vijim, të cilat nuk do doja që ti përmend këtu për shkak se është me rëndësi që mos t'i rrezikojmë ato procese. Kishte një numër takimesh edhe në mesin aty në takimeve, duket sikur kishte një përparim me disa prej këtyre shteteve, përfshirë këtu edhe Sirin, që duket sikur është për herë të parë që mund të bëhet një përparim në përpjekjet e njohjes. Kemi pasur një takim të shkëlqyeshëm me presidentin e ri të Sirisë që tani është shtet i lirë, dhe natyrisht edhe me ministrin e punëve të jashtme të këtij shteti. Populli i Sirisë ka vuajtur për një kohë tepër të gjatë dhe ndaj këtij populli është kryer gjenocid, krime lufte dhe krime të llahtarshme deri edhe tek armët kimike që janë përdorur ndaj fëmijëve nga regjimi Bashar al-Assadit. Ne si institucione nuk kemi kërkuar marrëdhënie diplomatike asnjëherë me atë regjim. Mirë po tani me institucionet e Sirisë së Lirë, natyrisht që shpresojmë që ky proces të konsolidohet dhe të përfundohet sa më parë. Ne tashmë e kemi një plan përpara të dakorduar dhe shumë shpejt si president do të ecim përpara me veprime konkrete, por nuk është shteti vetëm, ka edhe shtete të tjera me të cilat ka që një kohë që e kemi ofruar shumë procesin dhe tani pritet një formalizim, por siç e përmenda, është proces kompleks sepse Kosova ka edhe shumë shtete që punojnë kundër nesh, kështu që duhet të kemi kujdes që vetëm me Kosovën ta vendosim si të parën. Pra ju po thoni se keni thyni met të çnjohjeve të Kosovës, se ka ndryshuar paradigma, po krijohet një paradigmë e re në procesin e njohjeve të Kosovës, marr parasysh se Serbia ka bërë një përpjekje të madhe për ta parandaluar. Po dhe ajo që dua ta shtoj është që është rezultati i shumë viteve punë, nuk është që vetëm këta muajt e fundit po bëhet, por tani është krijuar një momentum shumë i mirë dhe është mirë që me këtë momentum të vazhdohet, që secili prej nesh, pavarësisht ta jemi sot në pushtet, në opozitë, në shoqëri civile, në media, të japim kontributin tonë në këtë drejtim, sepse besoni që vlen ky kontribut, edhe kur ju si gazetar shkruani publikisht për ta zëm arsyetimin e njohjes, pjesën e mbështetjes ndërkombëtare,
për luftën e drejtë dhe gjatë të popullit Kosovës për lirik. Kjo reflekton tek këto shtete, tek mediat e këtyre shteteve, e mos flasim kur ne si institucione punojmë të gjithë bashkë, jo vetëm si pushtet, si që tash edhe me opozitën. Unë kam punuar këto 4 vite me shumë njerëz nga opozita, nga shoqëria civile në Kosovë, jashtë Kosovës, sepse secili e ka një kontakt, e ka një relacion, e njeh dikë dhe dua t'i falenderoj gjithë secilin për kontributin e madh që e kanë dhënë, edhe që këto 25 çnjohjet pretenduara nga Serbia ti rikthejmë, ti konfirmojmë, ti betonojmë, por edhe për njohjet e reja të cilat janë arritur. Mirë, sa kanë betur nga ato 25 që nuk janë më në njohjet Kosovës? Deri tani janë rikonfirmuar të gjitha fuqishëm me ndihmën e aleatëve tanë. Është një shtet me cilin jemi akoma në kontakt. Nuk është që thonë që e kanë çnjohur Kosovën mirë, po ju duhet edhe pak kohë për të sqaruar disa gjëra. Dhe edhe tek ky shtet jam duke bashkëpunuar me njerëz në Kosovë të cilët janë në institucione, edhe në shoqëri civile, edhe në opozitë, por mbi të gjitha me aleatët tonë të cilët po na ndihmojnë shumë në këtë proces. Ju po flisni për aleatët, ju thatë që keni pasur një proces të gjatë, nuk e keni ndërprer asnjëherë aktivitetin, por megjithatë janë 4 vjet kur Kosova nuk kishte njohje. E fundit ka ndodhur në shtator të vitit 2000, në 2020. Në ndërkohë, në fakt ky ishte problemi mos koordinimit ndërinstitucional apo i mos koordinimit me bashkinë ndërkombëtare. Cili është problemi që ka ndodhur në këto 4 vite? Rikonfirmimi i atyre që Serbia i pretendonte si çnjohje në fakt është edhe një lloj njohje për Kosovën, është proces shumë i rëndësishëm, prandaj unë nuk do doja ta konsideroja punën e bërë gjatë këtyre viteve si zero. Ka qenë punë e madhe edhe me përkrajën e aleatëve tanë që t'i rikthejmë, t'i betonojmë, t'i konfirmojmë këto njohje dhe duhet të vazhdojmë ta bëjmë, sepse disa prej tyre janë fragjile në kontekstin që ndryshojnë qeveritë dhe ne duhet menjëherë të diskutojmë me ta, ti rikonfirmojmë relacionet tona. Shumë prej vendeve kemi arritur edhe ti lidhim marrëdhënie diplomatike edhe të akreditojmë ambasador, pra është punë e pandalshme, pra me secilin shtet, qoftë shteti i madh, qoftë shteti i vogël, duhet kontakt i përditshëm. Dhe këto bëhen shpeshherë, ne nuk e trumbetojmë këtë punë në 90% të rasteve, mirë, po kjo bëhet në baza ditore. Por ju keni të drejtë kur thoni që suksesi varet edhe nga ajo se sa i mbajmë ne të forta aleancat tona kryesore. Shtetet e Bashkuara me Bashkimin Evropian, me shtete si Turqia, dhe nganjëherë kur nuk ka pajtim me ta për çështje të rëndësishme, ata edhe ndalin ndoshta tempon e angazhimit të tyre për njohje. Ndodhet edhe për shkak të mos aktivitetit institucioneve të Kosovës. Jo, institucionet e Kosovës. Nuk po flas për presidencën, po presidenca është institucioni kryesor që udhëheq politikën e jashtme, jo diplomacinë. Diplomacia është e ndarë, udhëhiqet nga Ministria e Jashtme, mirë, po politikën e jashtme si të tillë e udhëheq presidenca. Ne nuk e kemi ndalë kur koordinimin me aleatët, nuk e kemi ndalë kur punën me ta në kontekst të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës nëpërmjet njohjeve të reja, konfirmimit të atyre ekzistuese, por edhe sa i përket përgatitjes së terrenit për antarësim në organizata ndërkombëtare, është proces i gjatë, nuk kryhet brenda natës, por sa më shumë që ne punojmë afër me aleatët, aq më shumë shohim fryte dhe rezultate, siç u pa edhe nga puna ime e afërt me presidentin Erdogan, i cili i ka qëndruar gjithnjë afër Kosovës, por tash po e shohim edhe më konkretisht përtej mbështetjes ekonomike, mbështetjes ushtarake, po e shohim edhe mbështetjen konkrete edhe në këtë proces. Ju pyeta për arsye se kritikët tuaj pasi ndodhi njohja nga Sudani, thanë se po e luni tamam rolin e faktorit kryesor në Kosovë në politikën e jashtme dhe në momentet që jeni të pavarur nga qeveria ju po bëni punë më të madhe. Pra kishit deri tani një lloj ta quaj trysnie prej qeverisë Kosovës, kishit përpjekje për parandalimin e punës tuaj nga qeveria? Nuk, po tash kritikët gjithnjë do të flasin e do të gjejnë arsye për t'u ankuar, megjithatë puna ime nuk është ndalur këto 4 vite si presidente e Republikës së Kosovës, 4 vite nga prilli, që janë bërë në prill, dhe në këtë drejtim
natyrisht që kur ka më shumë bashkëpunim ndërinstitucional, rezultatet janë më të mëdha, kur ka më shumë bashkëpunim me aleatët, rezultatet janë më të mëdha, për puna jonë si presidencë nuk është ndalur asnjëherë. Nuk është që mua më duhet leje nga dikush për ta kryer punën time dhe kompetencat kushtetuese si udhëhecëse politikës së jashtme, mirë po, siç e thash në fillim, kur të gjithë i bashkojmë forcat, me një synim të vetëm, si të dalë Kosova mirë, dhe këtu po flas institucionet Kosovës, pavarësisht a janë presidenca apo qeveri, kuvend, në një anë, opozit, pastaj shoqëri civile, media dhe aleatët, që i kemi si shtyllë ekzistenciale për këtë sukses, rezultatet nuk mungojnë. Tani e kam thënë edhe më herët, po e përsëris, koordinimi me aleatët nuk është nënshtrim, nuk është subordinim. Edhe shtetet më të mëdha, si Amerika, kërkojnë koordinim për çështje të caktuara. Shtetet e Bashkimit Evropian ulen dhe koordinohen mes vete. Kjo është vlerë, nuk është nënshtrim. Është vlera më e madhe në fakt që mund ta tregoj Kosova në procesin e saj të shtetë-ndërtimit, që ne tani jemi të fortë, jo vetëm shkaku i punës tonë për brenda, por edhe për shkak se reflektojmë pozitivisht këtë edhe jashtë kufive tonë. Por marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është lënduar, presidente. Si do ta riktheni tani këtë proces të një marrëdhënie normale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ka kohë që me Washingtonin zyrtar ka pasur përplasje, posaçërisht mes qeverisë dhe Washingtonit. Unë jam duke punuar intensivisht me administratën e presidentit Trump, në mënyrë që kjo aleancë të fuqizohet më tej. Ka një sër hapash që tashmë i kemi ndërmarrë, që janë në proces të cilët nuk mund për momentin t'i bëj publik për shkak se janë duke ushqyrtuar nga administrata Trump. Në atë administratë ka miq të mëdhej të Kosovës, siç e dini, unë kam pasur një diskutim edhe me vetë presidentin Trump në dhjetor të vitit të kaluar, të fokusuar konkretisht në çështje të sigurisë, në mbrojtjen e Kosovës. Pastaj kam pasur një diskutim të shkurtër edhe me zëvendës presidentin J.D. Vance, me njerëz të administratës së re në Departamentin e Shtetit, me shumë kongresmen e senator me ndikim në këtë administratë dhe dua ta them që populli i Kosovës duhet ta di që në këtë administratë ka miq të mëdhej, ka përkras të mëdhej, ka njerëz të cilët kanë kontribuar për Kosovën nga vitet e 90-ta dhe nuk e harrojnë kurrë që ky është sukses, Kosova është suksesi i tyre. Pra do ta mbajmë si të tillë, si histori e suksesi, por ne duhet ta kuptojmë që shpeshherë kur aleatët tonë vijnë te ne me kërkesa të caktuara, natyrisht ne mbrojmë sovranitetin ton, integritetin territorial, shtetësinë ton, po për çështje të caktuara duhet të ulim të bisedojmë me korrektesë maksimale, duke ju dhënë edhe atyre respektin që e meritojmë. Ne nuk duhet me aleatët tonë të bëjmë garë kush është më i mençur, por t'i bashkojmë forcat dhe mençuritë të gjithëve në mënyrë që rezultati të jetë më i miri për popullin e Kosovës dhe për aleancat të cilat janë shtyllë e fortë e jona. Po në këtë mes i bashkuat forcat edhe me qeverinë e Kosovës kur bëhej fjalë për tarifat, kishte një kundërshtim kur kërkuat nga qeveria që të hiqen tarifat ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e kishte kundërshtimin nga posaçërisht ministri Hekuran Murati. Tani ju pengon, ju dëmton në këtë proces? E dëmton Kosovën dhe e ka dëmtuar interesin e Republikës së Kosovës jashtëmase, për shkak se atë propozim që unë e kam bërë brenda kompetencave të mia kushtetuese dhe nëpërmjet shkëmbimit të letrave, sepse komunikimin Twitter nuk ka qenë me qeverinë tonë, ka qenë me institucionet amerikane, pas këshillave dhe konsultimeve që i kam bërë me shumë miqe aleat në Shtetet e Bashkuara, ka bërë, pra, ajo kundërpërgjigje ishte një dëm i madh për Kosovën, sepse Kosova e pat një momentum të jashtëzakonshëm që ta fuqizonte aleancën me Amerikën në një moment kur për Amerikën ka qenë esenciale se kush është shteti i parë që del me një propozim të tillë. Dhe unë kam qenë presidentja e shtetit të parë që ka dalë me atë propozim dhe ka qenë me rëndësi të dalim ne të parët. E humbëm hapën? Po, fatkeqësisht për shkak të kundër reagimit i cili ishte mbi të gjitha me mungesë të njohurive bazike se si funksionon kushtetuta dhe si funksionojnë institucionet e Kosovës, por ta lëm ato anash, tani ne kemi përgatitur si presidencë ligjin nëpërmjet të cilit do të hiqet kjo tarif njanshëm. Po flas sepse nuk ka asnjë racionalitet që Republika e Kosovës, Republika e Lirë e Kosovës, ku ende trupat me uniformën amerikane e mbrojnë kufirin ton, Serbisë t'i vendos 0 tarifa, kurse Amerikës
atyre ushtarëve që bashkë me policinë tonë na ruajnë kufirin, tu vendos tarif. Për mua nuk ka asnjë racionalitet kjo. Prandaj ne kemi gati ligjin, do t'ja propozojmë kuvendit në momentin që konstituohet. Kam diskutuar me shumë deputet, jam e bindur që do të kaloj. Është për keqardhje që ka ardhur deri te kjo, sepse atë ditë është dashur thjesht të largohet tarifa me një nënshkrim të thjesht. Megjithatë, edhe unë kam shpresuar shumë që në atë moment do të shihet vetëm interesi i Kosovës dhe asgjë tjetër, se ne si individ nuk përfitojmë nga kjo që për vetëm Kosova do të përfitonte. Kjo nuk ka të bëjë me çështje fiskale, ka të bëjë me aleanca strategjike, ka të bëjë me objektiva strategjike dhe ka të bëjë me objektiva afatgjate. Duhet t'i shohim gjërat për te hundës son, duhet të shohim se si përparon Kosova. Ajo ka qenë një mënyrë shumë e mirë nëpërmjet cilës do të përparonte aleanca jonë, u parandaluan atë moment, por ne do ta kryejmë këtë punë, do ta realizojmë shumë shpejt. Do ta bëni në momentin që krijohet kuvendi i Kosovës. Po. Jeni të bindur që kuvendi i Kosovës do të konstituohet në ditën e 15 prillit? Po, tani unë nuk mund t'ju jap këtë përgjigje, sepse kjo varet shumë nga deputetët e kuvendit, nga partitë politike. Shpresoj shumë që të bëhet një gjë e tillë, është në interes Kosovës që të kemi konsolidim të shpejtë të gjitha institucioneve. Kosova ka shumë punë të cilat duhet kryer urgjentisht dhe kuvendi është i domosdoshëm për një gjë të tillë, prandaj mbes me shpresë që me datën 15 të jetë një ditë e suksesshme për gjithë Kosovën. Të ju jeni në detyrën tuaj kushtetuese pas 15 prillit. Patjetër aty do të jetë. Do ta mbroni me devotshmëri Kushtetutën e Kosovës në çfarëdo rasti. Si gjithnjë. Dhe më thoni e dëmton në një formë procesin e konsolidimit ndërkombëtar të Kosovës, posaçërisht faktin në qoftë se do të kishte, hipotetikisht po flas, në qoftë se do të kishte zvarritje të procesit të krijimit të institucioneve të Kosovës, marr këtu parasysh faktin që jemi para një afati të dytë për antarësim në Këshillin e Evropës. Në aspektin praktik nuk do të duhej, sepse presidenca udhëheq politikën e jashtme dhe qeveria nuk i ka kompetencat e limituara përkundër faktit që është në detyrë nga 22 marsi e tutje. E përmenda faktin e Këshillit të Evropës. Megjithatë në aspektin e imazhit krijon një imazh të tillë. Dje kisha disa biseda me partnerët tanë, pikërisht sa i përket votimit në maj në Komitetin e Ministrave dhe shumë prej tyre pyesnin po a do të zgjedhet qeveria deri në atë moment e tjera. Pra krijohet një imazh i cili pastaj ju jap arsyetim ndoshta disa shteteve të thonë ta shtyjmë edhe një herë. Pra nuk do duhej që ne t'ju japnim askujt një arsyetim të tillë, shpresoj që do të kemi qeverinë dhe do të kemi kuvendin e konstituar shumë shpejt. Pra ju doni një qeveri si shton edhe Bashkimi Evropian, qeveri stabile dhe qeveri të quajtë ma gjithë përfshirëse? Kosova ka nevojë të ketë qeveri stabile, tani sa gjithë përfshirëse është ajo në aspektin partijak, i takon partive të vendosin, nuk më takon mua si presidente të ndërhyj në atë proces. Me rëndësi është që të kemi qeveri të votuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës, qeveri që e respekton Kushtetutën dhe që mbi të gjitha vendos interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Kjo është me rëndësi. Faleminderit shumë, President. Faleminderit juve. Faleminderit.